Viti 2026 do ta gjejë Shqipërinë me buxhetin më të madh në historinë e shtetit shqiptar, me një vlerë rekord prej 8.8 miliard lekësh. Qeveria në draftin e depozituar në parlament për shqyrtim e cilësoi këtë si një buxhet të rritjes dhe konsolidimit, i mbështetur në përmirësimin e administrimit fiskal dhe uljen e informalitetit në ekonomi. Të ardhurat buxhetore parashikohen të arrijnë 8.1 miliard lekë, ndërsa rritja ekonomike pritet të ruajë ritmin pozitiv me një mesatare prej 4% në vit gjatë periudhës 2026-2028. Kjo rritje sipas parashikimeve zyrtare do të vijë kryesisht nga kërkesa e brendshme dhe zhvillimi i sektorëve strategjik. Në aspektin fiskal, deficiti buxhetor për vitin 2026 do të jetë 2.3% e PBB-s, ndërsa balanca primare parashikohet e ekuilibruar në përputhje me rregullat në fuqi. Borxhi publik pritet të ndjekë një trajektori zbritëse, duke rënë në 53.6% të PBB-s gjatë vitit 2026 dhe në 51% deri në vitin 2028. Një nga shtyllat kryesore të buxhetit mbetet mirëqenia sociale. Pensioni minimal do të ngjitet në 20.000 lekë, ndërsa pensioni mesatar do të arrijë në 40.000 lekë në muaj. Po ashtu paga minimale do të rritet në 50.000 lekë, duke filluar nga 1 janari 2026 me një indeksim prej 2.5% për administratën publike. Deri në vitin 2028, ajo pritet të arrijë 60.000 lekë në përputhje me nivelin e inflacionit. Investimet publike do të mbeten të larta me një mesatare prej 6.5% të PBB-s, të fokusuara në projekte strategjike kombëtare në përputhje me planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2021-2030. Në kuadër të buxhetimit gjinor, rreth 9.5% e shpenzimeve publike do të dedikohen për politika me bazë gjinore, të përfshira në 85 programe buxhetore. Ndërkohë buxhetet vendore do të arrijnë 97.7 milion lekë, një rritje prej 9% krahasuar me vitin 2025. Transferta e pakushtëzuar për pushtetin vendor do të jetë 1.6 miliard lekë, më e lartë se një vit më parë dhe dyfish më e madhe, krahasuar me vitin 2015.